Këtu kam qenë kamarjar. Në Kanada kam pasur kom lajnë. Sot kam biznesin atje, i kam 8 punëtor, tu i kemi 5 villa. Në mes 600, 1 milion me ka, 600 e 700.000 janë vetëm villa që na kanë kushtuar. Pak atje, pak këto. Tam 99% shefa ma mërë me nga që duhet mos sjell mirë edhe sidomos kur punojsh me shqiptar, mos paguni kesh. Punëtorin paguje me dokumenta. Keshi është përkohësisht. Kur t'i ban ai 40 vjet, kush e merr me dokumenta? Askush. Edhe jetë pa pension, pa siguracion, pa kur gjë. E çka do thotë vllau për ty? Vllau do me thonë gjithçka. Nona tani vëllezrit. Për ata dhe të me thonën, të më të kujtojtë dhe ne nuk jetoj këtu, për momente, faktikisht jam në Kanada që 26 vjetë, e së në kumë nejtë pa vllau e kumë morë në kanot, edhe këta. Rallë sa që mbutë së raste? Ma merë për në Kaçanik, po flasë na e marrë minë një tjetëri. Në Kaçanik nuk e kemi ju përkor. E më bënë mend cila është puna e parë që e ki bu, që e ki punu? Që këtu, po muj me përmeni kam qenë... Atje ku shkuve? Në Kanada. Këtu kam qenë kamarjar. Kam punu me Agen Hajrush Pilicin. Këtu kam punu si kamarjar. Në Kanada, që tam, ku kam shku atje, kam pasur kom lajnë. Fillim, jam kam të pa gju. E sot? Sot dhe qka tjetër. Qka keni sot? Sot kam biznesin atje. I kam 8 punëtor, punojna në renovim me 2 dritare montojna. Atje ta këtu? Këtu kemi 5 villa, e kam te Astra, kemi investuar me lindje, kemi lë fakara, qështu, pak atje, pak këto. Me kishtë tre që të villa? Villa ta, i për juve, pa problemi, keni falë. Mesatore për neve, ta që ndi interesu marë, me që qenë se ka kanë treja. Po, është... Ose sa tra me investu Ja, do? ata do të, për me investu ka gjë shumë. është të ofër në mes 600, 1 milion me ka, 600 e 700.000 janë vetëm villa që na kanë kushtuar. Shkër të Shqip. Jam pronare, me gjithë. Pronare. Më trego pak për shefat shqiptar në gurbet. Po mbarë se ku, në përbeti... A ty me punu të një me një shef shqiptar? Jo, faktikisht unë i kam 4 shqiptarë që punojnë për mua, e kam 2 Sirian edhe 2 Kanadez. E që shë shefat shqiptar? Po, të regoj drejtën, punëtor që i kam, punëtorin që i kam shqiptar, më punon ma shumë se 10 vjetë me mua, është nga Fushkosova, Nasar Ibrahimi, edhe kam nga Shqipëria, i kam edhe të Kaçanikut, që punojnë a bashkë, kem punuar me djemë të vllaut, punojnë, se edhe këta kanë kompaninë atje, mikun e kam, po, i kam këto ku kanë ardhur që i kam bërë mrapa. I kishë shumë shefat shqiptar edhe bizniset shqiptare, pëse ndodhë kjo? Nuk është e vërtet. Shka po ju bëni për ju shefat? Alloj, unë për vitin nuk është e vërtet se shefat atë. Më varet se qyshe, çdo popull e ka atë pjesën tjetër. Po tham 99% shefa ma mërë me nga që duhet mos sjell mirë edhe sidomos kur punojsh me shqiptar, e ke ma mirë, se punon që ke si vlezër, ja le, unë pa problem, unë thashë unë e kam ma shumë se 10 vjetë punon në seri me mua, kur s'kum pas kur një farë problem. E ban punë që duhet, e ban pagesën që duhet. Dhe mu breqat janë Kanada, në një punë ma që? Ftoftë atje, ikom se ftoftë atje. Mos paguni kesh. Mos paguni kesh. Punëtorin paguje me dokumenta, me gjonat, se këta unë e pesho shumë gabim këtu, unë thashë unë e vinë, thashë që kjo hera 5 që ku marrë, e pisho po bisedoj me njerëz, këtu gabimi më të madh që me bojnë për lakmojnë keshin. Keshi është përkohësisht. Keshi është për një ditë, 2, për me dalë me morë kafe. Punëtori do të paguhet me rregull, me paguhet me siguracion, me gjitha, e merr pista si thonë atje, që kjo me rëndësi. Keshi është për sot për në xhep, dele pi një kafe. Nuk ban me asë, trit me hupën, më falë, që asë, me hupën kuën e vetë, ku t'i ban ai 40 vetë, kush e merr me dokumenta, askush. Edhe jetë pa pension, pa siguracion, pa kur gjo. Ma mirë me anë, sa me gjenë. So që është? Që në alë soti. E rina shamë, të arë bërë. Alo bugu së mogë, pisa vabë, alo bësë mogë. Ma mirë me punu me qëtëna, sa me shua haki, me punu me haki. A ma në rempatu? Jo, holla ka saj. Një dire ka soj që fush, ku kojtë, me zeme, e du. Gati një mitë sopa. E so ki kapital gjithsej me tu? Më zvateq, gjaft, kasë, banj, i qesë. Përshëndetje miqtemi nga Onadeja. Sot rrugës për në Kaçanik e pash një djalë të ri me sa duket fermer, edhe unola e përshëndet. Po pse jo dhe mos me e bo një storje me të rreth deleve. E për më shumë detaje, hajdeni me neve të këqyrim se çka po na thot.
Ndëruma e lot, shpët shkon puna? Mirë, alhamdulillah. Po, shkëtë dhe s'po ta qore pa unë alë, që farë pa mi e mirë. Super. So i ki krejt? Gati 1.000 copa. Gati 1.000 Po. copa. E që so mirë është me këtë punë? Pi 1.000 vull. Prej fmi Po. vulloj. A është trashëgimia E babës. e babës? Po. Sa është e lëdhshme po më tregoni? Ku që heq? Së e lashme. Heq. Heq. Sa i ke pasë në fillim? I ko pas vit vët copa. Vës vët copa ko pas, sa i ko po kejt. Heq, vetë punoj, vetë i gjirë, vetë kejt. Po shkojnë argjime, sa po Ka të shkojnë? 1.000 euro. Fin 1.000 euro. E sa është atë një? E ki e 250. 250 Po. një. Ma, qmi ma i vëgëll? Ma vull. E ma i lartë? Gati ki ndashi, gati 300 euro. E shire piva, pisa ba dal te në sham. Si mrejna. Deri në akşam. A ma në rëm pa tu? Jo, mërë, holla ka saj. A e lidh me tu me shpirt, Po, tregëm po, te djela, një djela ka copë që fush, ku kojtë. Po, e këtë vi babë pa në qara. E këtë shu një qetë këtë bje. E pse i ka që lidhën me dela? E du, më të rejme. Pitë mi vo e du. Me zeme e du. Atë kanë thonë për shambull punën ai punë tjetër? Jo, më jashtë akon ku më Kosovë. E ke qukur betën? Po. Sa e kon jashtë? 2 muaj gjysë. A, shkoj të pas ka pas. Shkoj të këta që të këmë. Mami me qësa sa më shukur E bet. pse s'pëdojnë qëto të rritë, këta të rritë, pse s'pëdojnë mu mirë me qëtë punë? Zonë, më të rejme me shku jashtë, shkojnë. Shkojnë jashtë, si shi të më biznes vetë. Mami biznes vetë. A fiton ti ma shumë qëto se sa gurbet? Po, me ma shumë që të fitoj. A ki një rrugë ma të mirë se të gurbetet? Po, more. So nxjerë për tyna? Gati e zej 7.000 euro. 7.000 Po, E so ki kapital gjithsej me to? më zvateq. Mami e Para smeri. vërsesh dikon? Që të na nullë dikon? 24.000 euro. Sa? 24.000 euro. 24.000 euro. Okej. E cilat janë përfitimet të mira, dobit e mira që i kena prej dele? Hajtë tuna. Kinja. Mishën e ka. Sa po shkon mishën? Me kile ki ka 5 euro. Po. Tjetër? E ki e 7, 10. Po tjetër çka Gjallë. kenat? Kam gjallë dhëndhe. Gjallë, kasë, baj, i qesë. A që më shi. Ta mon biznesi jote, i shafi vetës, atë një mën familjave zhvati mon. Vi vetë. A ludhësh bëna ja? Jo, korreq. Apo të ngoj? Po, mëra. Ma mi me lanë sa me gjenë. Që të e po të fjallin për shefa, për çka? Jo, ma mi me gjenë, ma mi me toj sa me gjenë. Të bile po ngojna? Po goj, me gjesë goj gjenë. A kështë mujtë e pënu dikën ku e ki një shaf mi kry? Ja, korreq. Heq, ma mi me qëto. Shafi Vetë, ma me vetë shef e vjetë. Ma mi shef, sa me të me shumë me vënu me haki. Sa që është? Që në vajtë sati. Deri në sorën me Te rina sham, te arë bërë. Alo bugu së mogë, pisa alo bo së mogë. Tu mirë me këtu, se i dënë me E du me zemë du, me shpi. me shpjetë, e shire, me njesë. Halal të kufë, ka edhe punëtor. Cile një mesazh që dëmë me për cilë? Me shashi e, me shala zoti i runë, keve. Ma mi me punu me qëtona, sa me shua haki, me punu me haki. Faleminderit shumë. Me shala zoti Halal të shpjetë. kufë. Faleminderit juve.